Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka prezantuar vizionin për vitin 2026, duke theksuar rëndësinë e krijimit të një ekosistemi të ri bashkëpunimi mes turizmit, kulturës dhe sportit, si shtylla të rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Në një konferencë për shtyp, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhia, nënvizoi se politika e re synon jo vetëm zhvillimin ekonomik të sektorit turistik, por edhe ruajtjen dhe valorizimin e trashëgimisë kulturore dhe historike të vendit. Gonxhia përmendi veçanërisht investimet dhe ndërhyrjet në trashëgimin kulturore të qarkut të Gjirokastrës, nga kalaja historike e Gjirokastrës, një nga monumentet më të njohura të qytetit dhe të vendit, e deri tek disa objekte të kultit, punimet që do të vazhdojnë në këtë vit me qëllim rikthimin e tyre në atraksione turistike. Është një paket shumë e rëndësishme, ku kemi restaurim dhe grënime arkeologjike në kalajën e Gjirokastrës, ku nisim përgatitjet për festivalin kombëtar folklorik të vitit 2027, restaurimin e manastirit të Derviçianit dhe ringritjen e konakëve, kishën e Shën Ilia në Lekël dhe Shën Dimitit në Senic, i mbaj mend situatat pas zjarreve të vjetshme, manastiri i Ungjillizimit në Valnisër, manastiri i Shën Mërisë në Goranzi, ai i Mingulit, kisha e Shën Mërisë së Drianit në Zervat, shpëtimi dhe rieximi një pakete të objekteve monument kulture në qytetet Tiranë, Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Berat dhe Lushje, duke ja kthyer komuniteteve në qendra kulturore dhe muze, bëhet fjalë për 22 objekte. Dyfishimi i buxhetit të institucioneve të artë kulturës dhe trashëgimisë për kalendarin dhe bashkëpunimet, aktivitete dhe projekte, mirëmbajtje dhe konservim, këtu vetëm diçka për të thënë që nëse deri fjet ministria përballonte të gjitha thirrjet dhe ato të krijimtarisë në po themi aplikime dhe në zyra dhe skrivanit e ministrisë, ne si vjet do të bëjmë mundur që aplikimet sa i takon krijimtarisë sipas zhanreve, sipas gjithë disiplinave të bëhen pranë institucioneve artistike. Rritja e imazhit të Shqipërisë në kombëtarisht e vizitueshme 365 ditë është natyrisht themeli i punës sonë, i projekteve dhe i përpjekjeve tona. Bashkimi i turizmit me kulturën dhe sportin, edhe me rinin brenda në fushat e përgjegjësisë, flet qartë për sinergjinë organike dhe për natyrshmërinë e afërsisë së sektorëve në objektiva dhe mision. Për turizmin, ku duhet themi e mbyllë me 12.47 milion vizitor në vitin 2025, ose me një rritje prej 6.6% nga viti i mëparshëm, janë të rëndësishme menaxhimi dhe promovimi. Dhe këtu kemi nisur punën për digitalizimin e shërbimeve administrative përmes lëshimit online të licencave, certifikatave, lejeve të ndryshme të nënshkruara dhe të vullosura me firmë e vull elektronike. Ministri Gonxha theksoi se kjo strategji do të kontribuojë në rritjen e vizitave turistike, por edhe në punësimin lokal, duke përfshirë guidat, shërbime dhe aktivitetet kulturore që do të zhvillohen pranë këtyre objekteve. Sipas tij, ekosistemi i ri i bashkëpunimit do të bëjë që turistët të kenë një ofertë më të pasur, ndërsa komunitetet lokale do të përfitojnë direkt nga zhvillimi i turizmit dhe promovimi i trashëgimisë kulturore, duke pozicionuar Shqipërinë si një destinacion tërheqës dhe gjithëvjetor.